Artizania 85 vjeçare nga Saranda ka nisur që të punojë në moshën 10 vjeçare. Nisi të punonte fillimisht me bizat dhe pambukun, ndërsa më vonë u shndërrua në një prej grave më të dalluara në fabrikën e qilimave dhe jorganeve. Edhe pas viteve 90, kur kjo fabrikë mbylli dyert, Artizania nuk u ndal kurrë së punuari. Në moshën 85 vjeçare, Mumushe Ibrahimi mban ende në duar historinë e një jete të tërë pune. E lindur dhe e rritur në Janjar, ajo e mësoi që fëmijë se jeta nuk të fal asgjë, por të mëson gjithçka nëse nuk dorëzohesh. Pas martesës u vendos në Sarandë, aty ku puna e dorës u bë shpirti i saj dhe rruga e vetme për të ecur përpara, që vajzë e vogël vetëm 10 vjeçe mori për herë të parë bizat në duar. Nëna Mumushe, unë dua të kthehemi pak pas në kujtime tani, në momentin e parë që ti ndjeve apo pate prirje, dhuntin për të bërë këto krijime kaq të mrekullueshme. Si lindi kjo ide? Unë në fakt e kam patur që kur isha e vogël, punoja punë dore. Kur mora për herë të parë isha vajzë në fshat që në 10-12 vjeçe. Punoja tantella, punoja punë me shtiza, çdo punë dore, çarape. Bën hesap që kur isha e vogël, edhe ne ishim shumë fëmijë, 7 fëmijë. Edhe ç'bëja, mirrja blidhja pambukun e fushës, edhe vinesha në darkë në shtëpi, edhe hapja atë pambukun, e tirrja në atë furkën që i thoshëm neve, edhe u bëja çarape ose bluza motra vëllezërve, se isha me madhja. Edhe thoshte babai, urat të kesh moj vajzë, më thosh mua, që ti na ban me punë dore. U martua vetëm 17 vjeçe, ndërsa kur erdhi në Sarandë ishte 25, pikërisht aty nisi rrugëtimi i saj më i gjatë, puna në fabrikën e qilimave dhe më pas në fabrikën e jorganeve. Erdha këtu pastaj edhe fillova edhe u futa në qilima. Atëherë në fakt se dënja një 10 vjet në Janjar një herë që isha me prindrit e burrit, burri ishte në ushtri, bëri ushtrin, bëri shkollën, pastaj erdha u isha me prindrit e burrit, pastaj erdha u këtu. Edhe më thonë që ku do futesh, se atëherë gjëje punë. On qilima, on jorgan. U futa në jorgan një herë. Punova ca vitra atje, pastaj fillova edhe punova qilima. Po, ishin prodhimet e drishme, edhe prodhimet e drishme në fakt ishim rreth 1000 punëtor që punojën në Sarandë dhe Delvin. Edhe prindrit e burrit i kisha pa pension fare. I dihmova shumë, i mbajta shumë. Qishe ti kur erdhe në Sarandë dhe fillove punë? Shiko, kur u martova isha 17. Pastaj burri ishte ushtar. Edhe baroj ushtrin, bëri e shkollnaj, pastaj erdha në Sarandë, isha një 25. Unë vazhdova deri në tani, para një viti për shembull bëja jorgan akoma. Tani bëja akoma i atij shipej ashtu. Në Sarandë dhe Delvin punonin rreth 2000 gra, dhe ajo ishte ndër të dalluarat. Kujtoj, në atë kohë të drejtën isha shumë e lumtur se për çdo gjë që bëja me punë dore më nxirrin të dalluar, më thoshën që e veçantë, edhe sa shkollë kam, 5 klasë kam. Ajo nuk pati ëndra për vete, ju kushtua fëmijëve dhe punës së dorës, por në atë kohë puna ishte ëndër. Nuk isha ëndra unë se unë të drejtën smecin e fëmijët shumë në fillim, edhe nuk ashtu. Pastaj nuk kisha ëndra të tjera, se thoshja gjë, kam prindrit e burrit pa pension. Fëmijët mu bën. Burri ishte në punë që nuk e shikoja. Të rrëmbeu jeta, pastaj edhe nevojat e... Unë e kisha vetëm të punë e dorës, edhe tani që jam 85 vjeçe, si kam mbushur akoma, 85 vjeçe, u vazhdoj punoj akoma. Qep qarqafe bëj. Si ishte metoda për të punuar, ishte me thjesht, kishte pajisje, si ishte puna dhe jeta në fabrikë? Atëherë bëje punën në fabrikë. Ja, gjithë kjo punë me punë privative ishin ato, jo me kushtet mira, ama ato që bëje. Punimet e tyre shkonin jashtë shtetit, nga Durrësi drejt botës. Burri i saj, pjesë e degës së furnizimit, sillte lajmet nga magazinat dhe përgjegjësitë e ditës.
dhe shpesh emri i mumushes përmendej për punën e bërë mirë. Dhe sado që nuk ishim kushte, edhe ishim të lodhura, po isha edhe mas edhe mosha, sa të hapej dita për shembull që të vejmë të bëjmë atë qilimin, jorganin, punën e dorës, ishim të lumtura, xhirrim nga duart tona ishin të arta, puna jonë vente jashtë shtetit, po jashtë shtetit, burri im ishte degën e furnizimit, ai vi në gjithë Shqipërinë, në gjithë magazinat që sillte furnizimet ai, se ishte krijtari i degës furnizimit, edhe punë e dorës vi në Durrës për shembull, edhe nise jashtë shtetit këto. Ashtu ishte koha më të keqe nëna, atëherë ishte koha që neve thoshëm që xorëm nga duart një diçka. Edhe në darkë na fliste ajo. Kjo e bëri punë të mirë, kjo e xorit mirë. Në vitin 1990, kur ndërmarrja u mbyll, ajo nuk u ndal, së bashku me një shoqe morën një tezgja, e vendosën në një dhomë dhe filluan sërish nga e para. Unë u bill ndërmarrja dhe punova kur filloi për shembull që ishte si kohë lufte, punoja tantella. Edhe i mirte i dërgoja jashtë, edhe i shisja rreth një 2 vjet. Që bëjmë pastaj, marrë me një shoqe një tezja të madh, e blejtim, edhe blejëm lesh, nga ai që punoj atje, edhe bëm qilima, 10 vjet. Jo, e morëm në shtëpi tezjan, e vum në një dhomë në shtëpi të asaja, edhe ja tishte dhe ajo po ishte në Greqi, dhe ajo mund të thoshte më tepër akoma. Edhe punuam 10 vjet në shtëpi. Edhe jashtë. Filluan jashtë. Edhe në Amerikë, në Itali, në atë ka vajzet Rendelinës, se Alush Sejkos po e ke dëgjuar. Pastaj më thot ajo shoqja mua që unë nuk punoj dot më në shtëpi, tha kjo se lindi vajza asaja, fëmijë. Edhe nuk ka mundësi tha që të punoj. Tani çfarë do bësh ti me tezjan? Unë kisha marrë një dyqan e bëja jorgane. Edhe vetëm, këtu tek Gjikopulli, po pa kushte atëherë, bëja jorgan dore, të tregoje jorgan. Edhe e mora tezjaun. E vura tezjaun, më gjitet njëra, po mu smur djali mas në fakt, në Greqi. Edhe doja tani që bile edhe në Amerikë erdhën e morën këto rrugicat, që u kisha rrugicat të tilla edhe më të bukura. Mi morën në Amerikë, një qilime mori vllai si ai atje, në Amerikë. Se pëlqehen kaq shumë këto punimet e dorës? Po, ku ka më si ajo më të keqe nëna? Nuk ka më si ajo punë tani, nuk bëhet më. Ja mua ma kërkojnë atë, nuk e jap për shembull. Nuk e jap, le të jetë sa të jemu, pastaj le të bëjnë ç'të duan. Edhe sot kur shet dikë që punon, mumushja thot të lumshin duart, sepse puna ka qenë vlera e jetës së saj, me të ka rritur fëmijët, me të ka jetuar me dinjitet, pa kërkuar asgjë nga askush. Shikoj një punëtore atje, të rrofshin duart, i themi, se merr me djers më të keqen. Nëna i themi, ose të keqen nëna një të quni. Çfarë vlerë ka puna, ka pas puna për ty gjithë jetën? Vlerë që kam jetuar, nuk kam kërkuar gjikundi, sado që kam qenë me probleme ta zëm, se edhe burrim ka 12 vjet ikure, djali ka 20 vjet ikure, i kam mbajtur vetë deri tani, se nuk... Dhe sa kohë do vazhdosh të punosh? Sa të kem fuqi, i themi, do zbres të dyqani. Ti e shikon, unë jam në kat 4, edhe zbresa vash tani, edhe punoj akoma pak, të dihmoj shtëpinë, them të dihmoj djalin.